Shtëpia e Big Brother VIP Albania në edicionin e 5 u përfshi sërish nga tensionet të forta gjatë praimit të së martës, ku një vendim i papritur ndezi menjëherë atmosferën mes banorëve. Në qendër të gjithë situatës ishte Juela, e cila u vendos përballë sfidës së kutisë së Pandorës, një moment që shpesh ka sjellë trazira dhe përçarje në lojë. Pa hezitim, ajo zgjodhi të çojë në nominim Selinën, Gimbon dhe Gretën, duke i bashkuar me Rogertin në televotim. Njëri prej tyre do të lërë përfundimisht shtëpinë të shtunën, duke e bërë garën edhe më të ashpër në këtë fazë të saj. Vendimi i Juelës nuk u prit as pak mirë. Menjëherë pas përfundimit të primejit, 3 banorët e nominuar shpërthyen në debate të forta me të, duke e akuzuar për lojë të padrejtë, strategji të ulët dhe mungesë sinqeriteti. Zërat u ngritën, tonet u ashpërsuan dhe situata u tensionua deri në pikën ku ndërhyrja e banorëve të tjerë u bë e domosdoshme për të shmangur për shkallëzimin. Por tensionet nuk mbetën vetëm brenda natës së spektaklit. Edhe mëngjesi i sotëm nisi me përplasje të reja, sidomos mes Gretës dhe Juelës. Dyshja u përfshi disa herë në debate në ambiente të ndryshme të shtëpisë, duke rikthyer akuzat dhe kundërakuzat e një nate më parë. Situata mori një kthes edhe më të rëndë pas një përballjeje që Greta pati me Rogertin. Ajo e akuzoi publikisht se e kishte prekur në trup, pretendim që shtoi edhe më shumë tensionin në shtëpi dhe krijoi një atmosferë të rënduar mes banorëve. Menjëherë pas këtij debati, Greta ju drejtua Juelës në gjendje të acaruar dhe, në një moment që tronditi të gjithë të pranishmit, e pështyu në fytyrë. Një veprim i papritur që la banorët pa fjalë dhe që rrezikoi të përshkallëzonte situatën në përplasje fizike. Juela reagoi menjëherë duke tentuar ta ndiqte Gretën, por ndërhyrja e shpejtë e banorëve të tjerë shmangu një konflikt të mëtejshëm. Ata u përpoqën të qetësonin gjakrat dhe të ndanin palët, ndërsa atmosfera në shtëpi mbeti e rënduar dhe plot tension. Mbetet për t'u parë nëse produksioni do të marrë masa pas këtij incidenti të rëndë dhe si do të ndikojë kjo situatë në lojën e banorëve, vetëm pak ditë para eliminimit të radhës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.